Komisioni Evropian po harton një plan të ri që synon t'i afrojë më shumë vendet kandidate në Bashkimin Evropian dhe përpara antarësimit të plot. Nisma e njohur si modeli i integrimit gradual parashikon që shtetet aspirante, mes tyre dhe Shqipëria, të përfitojnë një pjesë të avantazheve ekonomike të BE-s në bazë të progresit të tyre në reforma. Sipas propozimit që po diskutohet në Bruksel, vendet kandidate do të kenë mundësi të përfitojnë akses në programe financimi të Bashkimit Evropian, marrëveshje më të favorshme tregtare si dhe qasje të pjesshme në tregun e përbashkët Evropian, paqënente antare me të drejta të plota. Paketa e përfitimeve nuk do të jetë e njëjtë për të gjitha vendet, por do të përcaktohet në varësi të ritmit të reformave dhe nivelit të përafrimit me legjislacionin evropian. Në këtë mënyrë, Komisioni synon të krijojë stimuj konkret për vazhdimin e reformave dhe të ruaj besueshmërinë e procesit të zgjerimit. Ndryshe nga propozimet e mëparshme, të cilat parashikonin dhënien e disa të drejtave politike vendeve kandidate përpara antarësimit, modeli i ri fokusohet vetëm te përfitimi ekonomik. Ky qasje konsiderohet se gëzon mbështetje më të madhe politike nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Franca dhe Gjermania kanë mbështetur prej kohësh idenë e integrimit gradual, veçanërisht për vendet që ndjekin prej vitesh procesin e negociatave. Propozimi vjen në një moment kur Bashkimi Evropian synon të përshpejtojë zgjerimin, sidomos pas ndryshimit të situatës të sigurisë së kontinentit si pasojë e agresionit rus ndaj Ukrainës. Nëse plani miratohet, Shqipëria do të mund të përfitojë më herët nga fondet evropiane, programet e zhvillimeve me një pjesë të tregut të përbashkët, ndërkohë që vijojnë negociatat për antarësimin e plot në Bashkimin Evropian.